Ekuacionet, pjesa e 4. Në këtë video do të flasim për teknikën e zgjidhjes së ekuacionit fuqisë së dytë. Pra, forma e përgjithshme e cilit është ax² plus bx plus c baras me 0. Fillimisht le të njihemi me përcaktimin e koeficientëve a, b dhe c në disa situata konkrete. Kështu nëse do të kishim ekuacionin 2x² plus 3x minus 4 baras me 0, koeficienti a do të ishte numri 2, i marrë me gjithë shenjë, pra plus 2, për koeficientin b do të kishim plus 3, dhe për koeficientin c do të kishim minus 4. Rast tjetër është ekuacioni 3x² baras me 7x minus 12. Ky rast është paraqitur për të treguar se për gjetjen e koeficientëve është e nevojshme të kalohen të gjitha kufizat në njërin anë të ekuacionit. Pra, ekuacioni do të rishkruhet në formën 3x² minus 7x plus 12 baras me 0. Dhe prej këtu do të përcaktonim koeficientin a, që në rastin tonë është 3, koeficienti b është minus 7 dhe koeficienti c është plus 12. Në rastin e tretë kemi ekuacionin y plus 1 shumëzon 2y plus 1 baras me 15. Fillimisht shpërndajmë shumëzimin tek dy klapat që gjenden në anën e majtë, nga ku do të marrim 2y² që del nga shumëzimi y-it me 2y, plus y, kemi përfundimin e shumëzimit y me 1, plus 2y, pra kemi 1 shumëzim 2y, plus 1 që del nga shumëzimi 1 me 1, baras me 15. Kryem disa veprime në anën e majtë të këtij barazimi, nga ku kemi 2y² plus 3y që del prej plus y-it plus 2y, kalojmë 15 në anën e majtë, del minus 15 dhe duke vepruar me 1 na jep minus 14. Pra ekuacioni është 2y² plus 3y minus 14 baras me 0. Këtu mund të përcaktojmë si koeficient a numrin 2, për koeficientin b plus 3 dhe si koeficient c minus 14. Pra në të gjitha rastet, koeficienti a është numri që ri pranë x-it në katror, koeficienti b është numri që ri pranë x-it dhe koeficienti c është kufiza e lirë, pra që s'lidhet me ndonjë x. Pra pasi dham një përcaktim të koeficientëve në situata të ndryshme, për të vazhduar më tej me zgjidhjen e ekuacionit të këtij tipi, do të flasim për dy formula. E para që është dhe më kryesorja që përcakton dy vlera të x-is të panjohurës x, x1 dhe x2, që është x1 x2 baras me minus b plus minus rrënjë katrore të dallorit përmbi 2a, dhe formula tjetër që lidhet pikërisht me gjetjen e dallorit pra me shprehjen brenda rrënjës katrore, e cila përcaktohet përsëri nëpërmjet koeficientëve a, b dhe c që gjenden në ekuacionin tonë. Pra, dallori është b katror minus 4ac. Pra, pikërisht këto dy formula do na japin zgjidhjen e ekuacionit të formës ax² plus bx plus c baras me 0. Le të marrim një rast konkret, x² plus 5x plus 6 baras me 0 dhe të gjejmë zgjidhjen e këtij ekuacioni. Fillimisht përcaktojmë koeficientët a, b dhe c. A-ja është 1, pra mendohet që mund të kemi një shumëzim x² dhe njëshi është, si të thuash, koeficienti që ri pranë x-it në katror, b-ja është 5, pra koeficienti pranë x-it, dhe c-ja 6, që përfaqësohet nga kufiza e lirë. Në lidhje me këta tre koeficient, përcaktojmë dallorin sipas formulës b katror minus 4ac. Pra për rastin ton, b-ja është zvendësuar me 5, a-ja me vlerën e saj 1 dhe c-ja është zvendësuar me 6. Kryem me të veprimet, pra kemi 5 në katror që jep 25 minus 4 shumëzim 1 shumëzim 6 që jep 24, pra 25 minus 24 baras me 1. Kështu dallori u përcaktua si i barabartë me 1. Atëre i rikthehemi formulës e cila na përcakton zgjidhjet e ekuacionit, pra 2x, që i këshillojmë x1 dhe x2. Do të shkruanim x1 x2 baras me minus 5 plus minus rrënjë katrore të njëshit mbi 2 shumëzon 1. Pra kemi zvendësuar dhe këtu bën me 5 vlerën e dallorit që gjendet
brenda shenjës së re njëzkatrore, me atë çfarë përcaktuam përpara, pra me 1. Dhe vlerën e A-s e kemi zvendësuar me 1. Mëtej, gjejmë rrenjë katrore të njëshit që është 1, kryejmë dhe veprimin emërus 2 shumëzim 1 që jep 2, dhe kemi 2x e x1 e x2 që përcaktohen nëpërmjet formulës minus 5 plus minus 1 e gjitha mbi 2. Pra që këtu do të marrim dy zgjidhje. Një që del nga kombinimi minus 5-ës me plus 1-shin dhe një tjetër që del nga kombinimi minus 5-ës me minus 1-shin. Pra, minus 5 plus 1 jep minus 4, mbi 2 minus 2, kemi x1-shin minus 2, dhe minus 5 minus 1 jep minus 6, mbi 2 minus 3, pra kemi zgjidhjen e dytë minus 3. Këto dy zgjidhje janë pikërisht 2x-et që bëjnë të vërtet ekuacionin, pra x4 plus 5x plus 6 baras me 0 e kthejnë në një barazim numerik të vërtet. Vazhdojmë dhe me një shembull tjetër, të zgjidhim ekuacionin x4 minus 3x baras me 4. Fillimisht kalojmë 4 në anën e majt, nga ku marrim ekuacionin x4 minus 3x minus 4 baras me 0, dhe mëtej është e mundur përcaktimi koeficientëve a, b dhe c. Koeficienti a është 1, pra numri që ri pranë x-it në katror, e mendojmë gjithmonë si 1 shumëzim x në katror. Koeficienti b është minus 3-shit, është numri që ri pranë x-it, dhe koeficienti c minus 4 që përbën kufizën e lirë. Lidhur me këta koeficient përcaktojmë dallorin, është minus 3 në katror, minus 4, shumëzon 1 shumëzim mëtej minus 4, ku duke u bazuar në formulën e dallorit, që është b katror minus 4ac, kemi zvendësuar b-n me minus 3, a-n me vlerën e saj, që është 1, dhe c-n me minus 4. Mëtej kryejmë veprimet, pra minus 3 në katror jep 9, minus 4 shumëzim 1 shumëzim minus 4 jep 16, dhe 9 plus 16 jep 25. Pra, vlera e dallorit është 25. Mëtej, vazhdojmë përgjetjen e x1 dhe x2 duke u bazuar tek formula. Konkretisht kemi bërë zvendësimin e b-s me minus 3, mëtej zvendësimin e dallorit me 25 dhe zvendësimin e a-s me 1. Pra kemi rastin të tërheqim vëmendjen për paraqitjen e dy minuseve. Pra, një minus është ai që i takon formulës minus b në rastin ton. Dhe minusi tjetër është pikërisht minusi që lidhet me vlerën e b-s, që është minus 3. Pra kemi minus 3 në një situatë të tillë. Duke kryer veprimet, kalojmë në thyesën 3 plus minus 5 përmbi 2, nga ku do të marrim dy zgjidhje. X1 që lidhet me veprimin e plusit, pra 3 plus 5, 8 mbi 2 e jep 4, dhe x2 që lidhet me vlerën e minusit, pra 3 minus 5 jep minus 2 mbi 2 minus 1. Pra 4 dhe minus 1 janë pikërisht zgjidhjet e ekuacionit x4 minus 3x baras me 4.